Me bekimin e Mitropolitit të Korçës, Hirësisë së tij Anastasit, ka nisur edhe këtë vit kampi ditor i organizuar nga Mitropolia e Shenjtë e Korçës në ambientet e manastirit të Fjetjes së Hyjlinces Marin në Boboshtic. Kampi, i cili zhvillohet për fëmijët e moshës 6 deri në 15 vjeç, ka si temë 12 festat e mëdha në Kishën Ortodokse, përmes aktiviteteve edukative, lojrave, mësimeve fetare dhe momenteve të argëtimit. Fëmijët kanë mundësi të mësojnë më shumë mbi traditën dhe vlerat e besimit ortodoks. Këtë vit marrin pjesë, siç dhe ju e patë, më shumë fëmijë, ka kaluar mbi 100, dhe kjo na gëzon. Na gëzon për faktin se këta fëmijë kanë dëshirë të jenë sociale me njëri tjetrin, të jenë të afruar me njëri tjetrin, të argëtojnë me njëri tjetrin, por ne si kishë po përpiqemi që përveç këtyre mundësive t'ju japim të kuptojmë dhe çfarë është besimi, dhe pse ai është i nevojshëm, dhe pse ne kemi zgjedhur këtë temë 12 festat e mëdha të vitit kishtar. Sepse brenda tyre është një lloj udhëtimi ku fëmijët mund të shikojnë se sa i bukur është besimi dhe se sa i mrekullueshëm është misteri i shpëtimit që zhvillohet brenda kishës. Fëmijët tregojnë për shtypjet e tyre për aktivitetet e zhvilluara në kamp, miqësitë e reja dhe njohurit që po marrin. Po kaloj shumë mirë, është shumë bukur. Ke zënë shoqe të reja? Po, shumë shoqe. Shumë bukur, shumë qef, kjo është kampi më i bukur që kam parë dhe më pëlqen shumë. Unë në kamp po kaloj shumë mirë, më pëlqen jashtëmase shumë. Unë kam qenë te kampi edhe më përpara, kemi vizatuar, kemi kënduar, kemi bërë shumë gjëra. Këtu te kampi bëjmë lojra të ndryshme, kënaqemi, punë me dorë, vizatime, lutje në kishë. Për herë të parë dhe po ndihem shumë e kënaqur. Çfarë lojra bëni këtu? Bëjmë shumë lojra të ndryshme. Po kënaqesh këtu te kampi, do vish edhe herë tjetër? Po. Unë vi për herë të parë në kamp edhe kënaqem shumë. Këtu bëjmë lojra të ndryshme. Unë jam për herë të parë të kampi, unë kam zënë shok të ri dhe kampi është shumë i bukur. Këtu luajmë, unë jam kënaqur, luajmë shumë lojra të ndryshme, lexojmë gjëra, punë dore dhe shumë lojra të tjera. Aktiviteti do të vijojë gjatë 2 javëve të parashikuara, duke u ofruar fëmijëve një eksperiencë të veçantë në një prej vendeve më të bukura e më të qeta të zonës së Korçës.